Ndërkohë, një 61 vjeçar italian i kërkuar nga autoritetet franceze për shmangje të TVSH-s me pasojë rreth 2.5 milion euro dëm shtetit, është arrestuar nga policia kufitare në Rinas, teksa tentonte të hynte në Shqipëri. Në vijim të operacionit të koduar The Wanted, u vu në pranga me qëllim ekstradimi në Francë, shtetasi italian Vito Cardinale, 61 vjeç. Nga verifikimet rezultoi se gjykata e Parisit në vitin 2024 e ka dënuar këtë shtetas me 2 vjet burgim për mashtrim të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe pastrimit të produkteve të veprimtarisë kriminale. Nga hetimet ka rezultuar se ky shtetas ishte pjesë e një zinxhiri tregtarësh që qarkullonte kuota nëpërmjet kompanive franceze për gjatë vitit 2009 duke shmangur TVSH-n. Gjithashtu ka rezultuar se ky shtetas ka pastruar fitimet e kësaj veprimtarie kriminale, bëri me dije policia. Interpol Tirana po bashkëpunon me homologët në Francë për ta finalizuar procedurën për ekstradimin e këtij shtetasi.